top i vërtet i pingponget nga nesër. I gjithë segmenti rrugor do të bllokohet. Taksista që shponim, pej që atë u zhide që aty ka 4-5 herë kanë gjetë mundësin për shfrytëzojnë rostit. A ka zot ai ministri i financa, a ka fëmijë ai, a ka gru, a ka familja ai. Komuna tash i doli sapo doli me një njoftim që parat nuk kanë ardhur. Neve jemi met andej këtej. Top i vërtet i pingponget që po na nxjerrin. Në këto temperaturat ftofta, për hir të qytetarëve që po vujnë për transportin, që i kërkojmë mëshirë të qytetarëve, për hir të atyre qytetarëve këta do të bëjnë sot reflektimin. Nëse ndodh një gjë e tillë, ne do të kthehemi punës së rregullt në momentet që alokohen mjetet për shlyboçi. Sot është afati i fundit për reflektim. Në të kundërtën, nga nesër i gjithë segmenti rrugor do të bllokohet me të gjithë autobusat me kapacitetin që kemi trafikut urban, edhe që prej mëngjesit sindikata do të organizojë protestën që mëngjes në dorë. Edhe këto nuk kanë me pas lëvizjen e lirë me funksionu, si komuna, si qeveria. Qëre shtirë është, ka gjë se dikush nuk ka mundësi, na që i kena për shembull kerret, i kena ka pak do mjete, o thëmë një qysh, a dikush që me rast sociale sene, valla ojo problem, edhe taksista që shponim, pej që atë u zhide që aty ka 4-5 herë kanë gjetë mundësin për shfrytëzojnë rostit. Gjina qytetarët, transporti është mungesë shumë, ja përshë mungesa transportit, komunikacioni që është po bllokohet. Pra atëherë e jemja është që me të reguë që kjo është një fatkeqësi shumë e rëndë, është gjëna që ky popull vunë, kemi vujtën, do thotë në luftë e dim se çka kemi vujtën, e sot me obo kjo mos me pas autobusa njerëz që kanë nevojë, se çdo person këtu që është që udhton, ata kanë nevojë me udhëtue. Sot më bën një blokadë prej, për çfarë? Kjo është faktor njeri. E kushtueshme është më shumë ti është atyne që 7 muaj nuk kanë marrë rroga. A ka zot ai ministri i financa, a ka fëmijë ai, a ka gru, a ka familja ai. Kur ja bllokon njerëzve që 7 muaj ata marrin familje. Ku ka ma krizë, ku ka ma çmimet janë shkuar, do thotë për 4 vjet 5 janë shkuar 400%.